drejtorin këtë rast Besart Kuqi, djali vllaut juaj Besart Kuqi, edhe Muharrema, djali vllaut kryetarit, domethënë jo drejtori Maliçaj. Kushtat ju? A kanë ble, s'kan ble, unë e di që djali vllaut ka ble, është të vërtet. E që shiro juve, Besart, bash juve të komunës një rruga ka orat e juvja. Ma kanë ofruar shoqënia, më ka thonë që të do na bleri parcelë dhe e kemi ble parcelën. A qa shumë ki toka e dënë sa ki toka për me fola? Nuk e keni ditë, sa e keni ble arin atë ku, atë kujtohet? Është private. Shumë mirë ju ka ra disa qytetarëve në përpronat e të cilve ka ra autostrada ose edhe ndaj rrugë rajonale. Po edhe ma mirë ju ka ra disa drejtarëve, zyrtarëve e njerëzve të afërt të Bali Muharrimajt këtu në Suarik. Në vendin ku po më shihni tani, është planifikuar të kaloj rruga rajonale që e lidh Mushtishtin me Shtërps. E këta zyrtarë që i përmenda më herët, kanë ardhur dhe kanë ble prona paraprakisht se e kanë ditë ka mira kjo rrugë. Fillimisht do m'ju kallëzu që normalisht këta pronarë të pronave që janë njerëz të afërt të Bali Muharrimajt kanë mu pagu kur tokën e tyne kanë melëshu për rrugë. E natyrisht për këto munden më ushtyje edhe në gjykatë nëse nuk ju pëlqen çmimi për të cilin i ofrohet për vlerësimin e pronave. Nuk po më intereson me ditë, a është bë ende shpenzimi i çatyne pronave në për të cilat ka me kalu rruga rajonale. Dhe njerë nuk është vetëm të hap rruga, po është të punu, është hap faza përfundimtare, ajo rrugë ka mështru me asfalt. Është një kompani që e ka marrën me kry punën, është projekt nga Ministria e Infrastrukturës, edhe pritet vitin arshëm për përfundu deri te Gujdollosit. Është kry elaborati, është dorëzuar në Qeverinë e Republikës Kosovës për më shpërsu. Është një komision qeveritar që e bën vlerësimin e pronave dhe i pagun parat. Drejtori këtë rast Besart Kuqi, djali vllaut juaj Besart Kuqi, edhe Muharrema, djali vllaut kryetarit, domethënë jo drejtori Maliçaj. Kushtat ju? Ju thoa? Jo Bali Muharrema jemi. Po, është vërtet. Po, qëta emra, si pas informacioneve të reporterit, ma thanë që jënë para përgadit, para se mu bo publike, kjo rrugë që ka më ndërtu, kanë shku edhe kanë blej prona, të e ditë që qato prona më pas kanë më shpënsu për rrugë rajonale. A është të vërtit që kjo që... Kjo rrugë njerë mësë parës ka fillu 2019, ka fillu 2017, në fund 2017. A është të mundur që këta kanë pas informacione para prakesh? Po, unë ndokët nuk im kanë kryetarë 2017, na kanë pas as kanë pas zdi. 2019-2017? E drejtë çdo qytetar është me ble prona. Është mendimi i lirë, shpreha e lirë, blerja e lirë. Domethënë është e vërtetë që çfarë njerëz që ti përmenda kanë ble prona. Po nëse dia kanë ble prona, shkon në vërtetën mirë, pse më vërtetu? A kanë ble, s'kan ble, unë e di që djali vllaut ka ble, është e vërtetë. Drejtori aktual a ka ble prona apo? Po shkoni që në flet procedu se unë s'po më thon kur zonë, se disa njerëz ka ble, të prona janë të ble, por ditë janë të shite, janë të ble, kanë me shite, janë normale. E vlerësimi pronave është bë? Nuk e di pyet në Ministrinë e Infrastrukturës. Por juve si kryetar është normale për shembull sa njerëz të komunës me qenë të para përgatitur kushtimisht me shku me ble prona, të e di që kjo ka mundshu se pse para përgatitur, sipas teje. Kjo ka filluar 2017, po kjo ka filluar 2017. Kush ka filluar 2017? Rruga. Po çtash e ka nisur më ndërtu? Jo, mos ta se ka nisur më ndërtu. Ka nisur 2018, 2019, 2020, 2021. Nuk ka nisur sot. E për ju është normale? Po, për mua është normale. Jo, a mos keni edhe ju mos na. Jo, po s'kam po nëse kam mundësi kam e ble, pse jo? Po s'kam. Përndryshe, kjo pronë këto me për rreth 5 hektar është e drejtorit të urbanizmit të komunës së Suarikës, zotit Visar Kuqi. E një pronë pak më poshtë është po ashtu prap e Visar Kuqi, drejtorit të urbanizmit, vllaut të tij, si dhe dostave të komunës. Po du me cek diçka. Slogani i kryetarit Bali Muharrimaj ka qenë për qytetarët. Unë kisha propozu për me ndru, me bo për miq që dashamir ose për dosta. Kam informacion që jo kishit ble bajake pronë çatja. Në përpronën e juj tash veç kish me kalu rruga që ka mu shpronsu. A muj me dit, Visar, se kur e keni ble qatë pronë jo? Po informacion, kjo rrugë, Mushti dhe Shtërps, nuk ka projekt i sotit, aqë para një vjetë, aqë para 2 vjetë, ku është projekt i vitës të pleta. Pronat i komplet para se me vot pozitën. Në cilën vit i ke ble pronat? Po komplet pronë 2017, 2018, 2020. Të gjitha pronat që i komplet unë.
janë të blene, janë prona familjare. Unë jam prejë familjar. Edhe prona që i kena ble, nuk i kom ble me çmim më të lirë, sa të shpërcu. Unë ka pronë që kam ble 450 euro ori, e sot më ka vlerësu 300 euro ori. Edhe shumë më interesant të gjitha pronat që kena bene me kredi, janë me notirë. Nuk është përgjoja flisë. A mundesh me mi dërgu, nëse mundesh me mi dërgu, domethënë dokumente se kur i ke ble prona te Visar? Unë kam kontratën të notirë, do t'i këshur mi ble, se kontratën të notirë vlen dhe në momentin që përkthehet toka. Aha. A me kupton? E me qenë se pas ke ditë para prakisht ti që Çanina ha mund ndërtu që ajo rrugë Visar. Po ti tha që ky projekt është i viteve të 10-ta, në ndërkohë i vjen që ti e ke ditë që ka miro Çanina rruga. I viteve të 10-ta, ku se ku ti projekt si projekt është i viteve të 10-ta. Në fakt i sotit, nuk e ka bërë qeveria sotit, apo qeveria para blokit këtë projekt. Është projekt i viteve të 10-ta. Aha. Nuk e di çfarë. Banorët e kanë ditë, ti për kanë rruga me ato orë, por se kanë ditë sa. Aha. Faktikisht më punën të më ka dëmtu rruga. Më ka dëmtu se unë s'keni për 450 euro ori, më ka top parcela. Më ka top parcela, më ka dëmtu parcela. A ki mua ngu në gjykata Visar për çmim që po ta jap? Për shpenzim? Nuk e di sa, që si veç unë familje. Po është do një problem tjetër. Në kohë që kjo prunë, më ka ju thirë, më ka të programeve. Po pro interesi i përgjithshëm nacional, që shumë në shumë shtyme shtim. Në pronat të gabotit, nuk ka ble veç Visari ose në zyrtori, ose i pushtetit. E qyshtëro, o Visare, qyshtëro ty me ble bashkë aty, a i mështishtit e i dovocit e a? Unë jam i suarekës, po shkoj e telefon. Unë e kam kojshi me mes komplot Prishtinë, po Klinës, edhe te Kosova ka ble. Aha. Po, ti... Si zonë, ti s'ka të voqim. Pse e ble? Nga ka diku s'ka voqim, ato këto ka më konë shërë, E qyshiro juve, o Visar, bashkë juve të komunës një rruga ka orat e juja. Ka... Aha. I Prishtinës i komunës e njëri i Prishtinës, banori i Prishtinës si ka rruga. E ti e ke ble për qaf, po nuk e ke ditë që ka me rruga Çanina. Kam ditë, unë nuk e kam ditë, unë kërkush se ka ditë, jam i sigurt që kërkush se ka ditë. Kërkush pi komunës, kërkush pi zyrtarëve të komunës që kishin ble se kanë ditë. Se ka ditë, sepse ke ditë sa ku i bie rruga. Mundesh me më kallëzu edhe se kur e ke ble qatë pronë? Vallai na pronën me kena këshyr 2016 e parë. Po? Me ble, në 2016 kena rënë kontakt me një grup shokëve me në tashtënia i Gjolocit. Të janë shita para buftesh, edhe kena pas 2 ose 3 zëvacun dhe prona për me ble. So e keni ble në atë ku e dojnë? Vallai, shkanë thonë tash të veti, por i kam qune me ble apo se du se me do i kam. A keni di që ka me rruga që kënina e dojnë? Jo, së po në planifikun ata për gjarë rruga. Kena ble unë zbirë, kena ble me një fjallë e shetë në morë si qërë tëtë. Sa pore po t'i javin tash për shpërndësim? Këtë ditë për momentin nuk kanë thirrë avokatit i shka, i duke 200-300 euro ori është për shpërndësim. Aha. A keni me bo ankesë? Jo, ma kështë me bo ankesë, shka të shka dhe shteti jo, qatë. Do më thonë ty... Po shë aty, jo, po unë kam pak ori aty t'i shka 16 ori, s'kem më shumë. 16 ori? Po dhe shpërndësimin ka rëmë duke 0.74 metra. Edhe 5 njerë me mjëllon, së më qëjnë pesha të përgjajtë. Më të hojë do të më thonë luftër që kena arrit me kredit për unë, edhe me sakrifit të unë atëherë, 3 ditë kena pritë, ne kena lënë suari, këti nga këmë dhe porët me javë pakuar. 3 ditë ka nejtë suari, kena ka pritë, që nga ditë që kena mdhjë porët o që kena do, to këto sene që bu dollin tash, pisho pak tufta. Cilat sene e dojnë? Nga si familje gjithmonë një natë breken, politikisht. Edhe në kohë një rruja, që e vynë të shtetë dhe jetë ka jamja këti momentet dhe unë e falja tuk. A qa shumë ki toka e dënë so, ki toka për me folja? Jo, veç qaton. A veç qaton? Tuk tjetër për jam, veç qaton. Për këtë vend, këna vonë gjithë dhe jo mojë. Dhe njerës të komunës jeni edhe ju që keni ble pronë qatje, në për pronën e juj, tash ka me kalu qaj rrugë dhe ka mu bosh pronësime. A është e vërtet? Po, ka më bosh pronësimi, po, është e vërtet që e kom ble në 2018. Po sa e keni ditë që ka me ro Çanina që kjo rruga? Jo, valla nuk kom ditë kur gjo, unë veç që kom qetë që ma kanë ofruar shoqënia, më ka thonë që tu do na ble një parcelë dhe e kemi ble parcelën, kur gjo nuk kom ditë që në 2018 ne kom ble ato në shkosha gabim maja, po në qëshor nuk e di. A është bosh pronësimi i pronës a hajlo?
Jo, alo, si me bon shkëndësimin e A pronës. mundesh me na kallëzu se sa e ke ble edhe sa po vlerësohet tash? Tash me sa më kujtot, e ku marrë ka 300 euro, më s'ko shaka bi marrën, po sa shpronsohet nuk e di, vallaj. Janë dokumentat publike, janë që kemi bon, domethënë me noterë, me kredit, nuk kam çek të kur gjë, absolut. Do më thonë se keni ditë që kam i ra rruga rajonale Çanina. Jo, valla, unë personalisht nuk kom ditë kur gjë. Edhe mora informacion që edhe ju kishit ble pronë që aty, në për pronën e juj tash ka me kalu rruga. A mundesh me na kallëzu se kur e ke ble që atë pronë? Do se s'ga bëj 2018. 2018, a e keni ditë atëherë që ka me kalu? Jo, Nuk e keni ditë që ka mu boq kjo rruga rajonale, a? jo. Nuk e keni ditë. E sa e keni ble arin atë ku? Atë kujtohet? Është private. Okej, a është bosh rëndësimi i pronës, a ende? Ende jo. A ju kam propozu në i sen, në i qmim? Po, ka bërë propozim në ministria. So? Për një ministrim. Aha, do më thonë s'po do me ndo me njëve. Po ju, a e keni ditë që ka me kalu që kjo rruga? Ka prona ju? Jo. Nuk e keni ditë. Jo, sa ato që kena bashkë në ato një informata.